Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me kos që zhduk rrudhat nga fytyra brënda natës, ja si ta përgatisni. Rrudhat e moshës janë një nga problemet më të shpeshta kryesisht të grave. Nëse po kërkoni zgjidhje, ne po ju tregojmë për këto maska, baza e të cilave është majaja e birrës dhe kosi. Për maskën e parë që do t'ju duhet është një lugë gjelle maja birre, 2 lugë gjelle ujë të ngrohtë. Përzjeni përbërësi derisa të formohet një masë kremoze. Masën e krijuar përhapeni me lëvizje rrethore në fytyrë dhe qafë. Pasi ta keni mbajtur për 20 minuta, shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe përmes një tamponi pambuku lyeni fytyrën me pak vaj ulliri në mënyrë që të mbetet lëkura e butë. Maska e dytë është një lugë maja birre dhe 3 lugë kos. Përzjeni në një enë të vogël prej qelçi 3 lugë gjelle kos dhe 1 lugë maja birre derisa masa të bëhet kremoze. Përhapeni me kujdes në fytyrë dhe në qafë dhe pas 20 minutash shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Ndërkohë, kosi është i pasur me kalcium, proteina, vitamin D dhe probiotik dhe nuk ka dyshim se ai siguron jo pak përfitime për organizmin tuaj. Por a e dinit se mund të jetë gjithashtu një përbërës i cili mund të bëjë mrekulli për shëndetin dhe lëkurën tuaj? Kur aplikohet në lëkurë, një maskë me bazë kosi mund të ndihmojë që të hidratoni, të lehtësoni djegjet nga dielli, të ndriçoni dhe të eksfolioni lëkurën tuaj. Ne këtu do t'ju sjellim disa maska me përbërës të ndryshëm, por sigurisht me bazë kosin për të trajtuar këto probleme të ndryshme. Për të hidratuar lëkurën, ju mund të ringjallni fytyrën tuaj të cilës i ka rënë qehra, duke aplikuar direkt kos mbi lëkurën tuaj. Siguroni që të aplikoni një shtresë të trashë në lëkurë dhe ta përsërisni maskën 2 deri në 3 herë në javë për të patur lëkurë të butë si të një bebi. Maskën mbajini për plot të 10 minuta. Mos harroni që ta përhapni edhe në qafë kosin. Më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Për të eksfoliuar lëkurën, nëse kombinoni kos me përbërës të tjerë, ju mund të bëni një pastë tepër të butë për të hequr qafet, qelizat e vdekura të lëkurës. Kosi gjithashtu do të ndihmojë edhe për të ushqyer lëkurën. Përbërësit për këtë maskë janë 2 lugë gjelle kos dhe 1 lugë gjelle tërshër. Përzjeni së bashku këta 2 përbërës dhe aplikojeni maskën e përftuar në lëkurë dhe masazhojeni atë me lëvizje rrethore. Për të ndriçuar lëkurën, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lule shtrydhe të pjekura, 1 lugë mjaltë dhe 1 lugë kos. Përgatitja: shtypeni lule shtrydhet dhe shtoni mjaltin dhe kosin. Aplikojeni në lëkurë dhe më pas masazhojeni lehtë fytyrën. Lëreni për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Pasi lëkura juaj të jetë larë plotësisht nga mbetjet e maskës, shpëlajini me ujë të ftohtë për të mbyllur poret. Këto janë maskat më perfekte me kos për një fytyrë perfekte. Pa i hequr meritën produkteve të kozmetikës që ne marrim në parfumeri, mund të ndihmojmë lëkurën tonë edhe me produktet e bëra vetë, me përbërës të thjeshtë dhe me kosto minimale. T'i rikthejmë lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhurojmë asaj një energji të re pas ditëve me smog dhe një kohësisht me stres, tashmë është e mundur. Ja disa këshilla bukurie të marra nga gjyshet. Kosi është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën tuaj, fal cilësive qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka edhe aftësi antibakteriale dhe pastruese. Duhet kujtuar që kosi ka aftësi shumë të mira për të aktivizuar elementet përbërës të produkteve me të cilat përzihet, duke u mundësuar atyre të penetrojnë në mënyrë shumë efikase në lëkurë.
Kujdes, vetëm kost të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kostin që mund të përmbajë kimikate për të përpunuar apo kosti që shitet i miksuar me fruta. Kosë dhe kivi. Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese që i japin lëkurës tonë shkëlqim. I pasur me vitamina C dhe E, ky frut e përmirëson lëkurën falë përmbajtjes antioksidantëve, në veçanti vitamina C, që e bën në lëkurën tuaj të jetë më e zbardhur edhe nga njollat në lëkurë. Kivi ka gjithashtu cilësi antiinflamatore natyrale të cilat ndihmojnë në luftimin e akneve dhe njollave dhe farat e tij mund të përdoren edhe për një skrab të lehtë. Përgatitja: marrim tulin e një kivi të cilin e shtypim mirë me një pirun. Më pas i shtojmë kostin dhe e përziejmë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi ne të kemi larë fytyrën, aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëmë për të paktën gjysmë ore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet një herë në javë. Kos dhe mjalt është maska më klasike. Maska me kos dhe mjalt është efikase sidomos kundër rrudhave. Dhe një kohësisht është shqetësuese dhe arrihet duke përzier një lugë gjelle kos dhe një lugë kafe mjalt, e thjesht në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer shkëlqimin lëkurës së lodhur dhe një kohësisht të stresuar. Kos dhe arra kokosi. Një maskë me gjysmë tasti kos, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë me miell qiqrash do të jetë perfekte për lëkurat mikse, sepse efekti skrap evidentohet më shumë dhe vitaminat të cilat ndodhen tek qiqra dhe kosi penetrojnë në thellësi të lëkurës. Lëreni maskën vetëm 10 minuta dhe më pas shpëlajini atë me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për efekt tonifikues. Kos dhe kastravec, e këshillueshme në mënyrë të veçantë për lëkurat e thata dhe të skuqura. Kjo maskë gjithsesi është e mirë për të gjitha llojet e lëkurave. Kastraveci është i njohur për aftësitë e tij hidratuese dhe qetësuese dhe në bashkëpunim me kosin ka edhe fuqi të mira ushqyese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet shumë për të përgatitur maska. Është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kosin me kastravecin. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, nga 10 minuta deri në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Kos dhe limon. Gjithashtu, për cilin do që ka një lëkurë mikse apo të yndyrshme, përdorimi i limonit është më se i këshillueshëm. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të shtrydhni gjysmë ose një limon dhe më pas miksojeni atë me kosin. Aplikojeni maskën me lëvizjet tuaja rrethore dhe kështu do të stimuloni mikroqarkullimin e gjakut në fytyrë. Sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet ta lini ju maskën që të veprojë. Gjithashtu, rezultati është i garantuar, prandaj ne ju ftojmë që ta përdorni këtë recetë. Mirë po gjithmonë, keni parasysh se para se t'i përdorni këtë recetë, aplikoni pak nga pasta në parakrahun tuaj për të parë se si lëkura juaj do të reagojë. Në qoftë se nuk do të keni asnjë reaksion alergjik, atëherë më pas mund të vazhdoni dhe ta përdorni këtë recetë në fytyrën tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.